protestën e opozitës. Kurdo? Sot mbahet masa për të arrestuarit e Ramës. A do ndryshoj Partia Demokratike strategji apo do të vazhdoni me të njëjtën strategji? Kriminalët me uniform përdoren në protestën e fundit mjetet më të ndaluara dhe antiligjore ndaj protestuesve guximtar, heroj të vërtet të ndërgjegjes, mbrojtës të pamposhtur të ndërgjegjes shoqërore të shqiptarëve të guximit qytetar. Janë absolutisht që të gjithë pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë dokument. Përkundazi, ne do t'i padisim që të gjithë ata, sepse kanë përdorë, si që pat vetë, verbusin e Ariu, dhe tani del, se akoma më keq se verbusi e Ariu, sepse verbusi e Ariu, që ta dini ju, ka të njëjtën lëndë me atë që përdoret nga njerëzve në koncentrim të 10-11 fisht. E njëjta lëndë është koksikain, por përqendrimi i saj është 10 herë më i lartë për Ariu dhe e përdorur tek njerëzit mund të shkaktoj bllokim total të frymarrjes, bllokim total të zemrës. Dhe këta ja u kapën bombla, se nxorën bombull tjetër. Por tani me atë që duket në dorën e policit, del se bombula përveç lëndës që përdoret në këtë rast, ka patur okside metalesh shumë të rrezikshme. Do vazhdoni një lloj me protestë? Do vazhdojmë dhe më shumë. Protestat do jenë dhe më të fuqishme. Protestat Belind, Lubib, Edi Rama, Dosja Rama, Balluku nuk mbyllet kur. Nuk mbyllet. Le të shkojnë në tokë, në qiell, kudo që shkojë, dosja është e hapur, ajo është një grop për Edi Ramën dhe Lubib Ballukun. Ndaj dhe kjo është, kështu që gjykata shpresoj të marrë vendimin e duhur dhe ne do të depozitojmë padi penale për serialin, për Skënder Ballukun, një kriminal i damkosur, për Sokol Besprerin, oficerin më i pa bes, i pa denjë, jo për oficer, po që meriton 30 vite burg, për tradhti që i ka bërë Gjergj Mehmetit, dhe 2 bandit të tjerë të tyre që kryesuan operacionin kundër opozicës dhe protestë saj paqësore. Faleminderit.